për qasje mjaft të ashpër edhe të vrasht politike në relacion me aktor politike. Dua ta dëgjoj Tan Berishën, pastaj të koncentrohem. Megjithatë keni bisedu me Akën, a ka Shumë gjasa respekt për kolegen time Duda Balje, po përfaqëse një parti tjetër, dhe vendimet i marrim në Partinë Liberale Egjiptiane, nuk merr vendimin dikush tjetër. Se di çka ka thonë, po jam i pavarur. A keni ndërmend ju bashkë? Sigurisht që në kohë dikur do të më kanë, po për momentin po flasim a do të jem pozitë apo në opozitë, kështu që me kënë jeni të me kënë? Unë? Me Aleancën apo me cilin parti jeni të bisedu? Për grupin, s'kem baj njerë me grupin, sepse s'po din kush do të jetë pozitë dhe kush nuk. Keni e kaluar kundër propozimit të Alvelena Haxhiut, a do të vazhdoni kështu atë? Jo, s'kam votuar kundër propozimit, pra jeni të qartë sepse kështu po keq. Jo, kam votuar kundër propozimit për të votuar fshehur. Kështu që kemi të qartë në këto çapo. Keni thënë se s'keni marrë në seancën nëse s'ka ndonjë ndryshim, çka ju ndroi mendjen? Unë tash nuk ka ndonjë ndryshim, po pres sot s'ka marrë, njerëz s'ka marrë kur e kam ditë që s'ka pas në ndryshim. Shpresoj dhe lutem shumë që të fillojnë institucionet të funksionojnë. Faleminderit.